Ka një mënyrë shumë të thjeshtë për të kuptuar evolucionin e mendimit juridik në editorialet e lodhura e të mira të Mero Bazës. Mjafton të lexosh çfarë shkruante dje për arrestimin e Ilir Metës dhe pastaj evolon dhe lexon të kundërtat sot për arrestimin e Erion Veliajt. Në shkrimet e tij për Metën, Mero Baze ishte shumë i qartë. Drejtësia kishte gabuar rënd që nuk e arrestoi në kohë. Madje ai e quante momentin kur Meta nuk u arrestua simbol të pandëshkueshmërisë së politikanëve shqiptar. Sipas tij, nëse shteti ligjor do të funksiononte, arrestimi një politikani të lartë do të ishte shembulli më i mirë i ndëshkueshmërisë. Pra, standardi ishte i kristal. Kur drejtësia arreston politikan të fuqishëm, kjo është shenjë e shtetit ligjor. Pastaj kaluan disa muaj dhe ndodhi një gjë e çuditshme. Drejtësia arrestoi një tjetër politikan të fuqishëm, Erion Veliaj. Papritur, teoria e njeriut që lëpinte këpucët e Ilir Metës dhe më pas kërkonte të merrte pjesë në ceremoninë mjekësore të kontrollit të anusit të Veliajt ndryshoi. Arrestimi i një politikani të lartë që dikur ishte shembulli më i mirë i ndëshkueshmërisë u kthye në problem, në në shqetësim për mënyrën si po vepron SPAK. Në fakt, arrestimi i Veliajt erdhi sepse po prishte provat dhe ishte në detyrë, ndërsa Meta mund të ndiqet me masa të tjera sigurie sepse nuk kishte asnjë detyrë zyrtare përveç një partie ku i ka ngelur vetëm Tedi Blushi full time, se Tit Vasili nuk merr ngarkesë më shumë se 2 orë në ditë dhe Haxhi Nasto tani ka kaluar në shtratin e rilindjes. Të qëndrojmë tek thelbi dhe evolucioni i mendimit të mirë të Meros të përmirë. Kemi 2 standarde shumë elegante. Kur arrestohet Ilir Meta, drejtësia duhet veprojë dhe madje duhet ta kishte bërë më herët, megjithse nuk ishte zyrtar në pushtet, por thjesht në opozitë. Kur arrestohet Erion Veliaj, drejtësia duhet të tregojë shumë kujdes, ndoshta edhe të mos e arrestoj fare, edhe pse në detyrë dhe duke prishur provat. Megjithse tani që të fshihet pas gishtit i Mjeri, thotë që edhe Meta mbahet gabimisht në burg, kur në fakt kërkonte të arrestohej pa prova e pa akuzë. Me pak fjalë, teoria nuk është më arrestimi si simboli i ndëshkueshmërisë. Teoria e re është shumë më praktike. Simboli i ndëshkueshmërisë vlen vetëm kur arrestohen të tjerët, jo ata që do i Mjeri miliarderi i rilindjes. Skafaj, me bluzë e pantallonat grisura në kohën e Berishës, sot zotëron pasuri në 10 milion euro në emër të tij dhe fëmijëve. Këtu gjendet edhe thelbi i konflikteve mendore që përtej parave vijnë nga një lloj sindrome e parakoshme e një pleqërie në vetmi dhe braktisja që i ka ardhur nga neveria që ngjall kudo. Jo më kot, pa shumë zhurmë, një parim i madh juridik u transformua në një rregull shumë të thjeshtë editorial. Drejtësia është gjithmonë e drejtë. Për sa kohë nuk arreston njerëzit që paguajnë Meron, megjithse edhe Meta pretendon që i ka kushtuar jo pak këllirësia mediatike e Bazës. Më 21 tetor 2024, Mero Baze në editorialin e tij është shprehur se arrestimi i Metës ishte i merituar. Po të mos ishte politika në mes, Ilir Meta dhe Sali Berisha do të ishin para drejtësisë 2 dekada më parë. Sali Berisha, kur u arrestua nga Ilir Meta në mes të rrugës dhe u hoq zvar, apo më pas në Gërdec e në 21 janar, dhe Ilir Meta kur u shfaq më zë dhe figurë para shqiptarëve më 2011. Nëse në Shqipëri do të kishte drejtësi dhe nuk do kishin mbrojtje politike, gjykata do të arrestonte Ilir Metën dhe do të bëhej shembulli i ndëshkimit nga shteti ligjor, shkruante dikur Mero. Standardi dyfisht i gazetarit të familjes Veliaj. Por Ilir Metën drejtësia duhet të veprojë, ndërsa kur arrestohet Erion Veliaj, drejtësia duhet të tregojë shumë kujdes, ndoshta edhe të mos e arrestoj fare, edhe pse në detyrë dhe duke prishur provat.